Luana nuk e kishte imagjinuar kurrë se dita më e dhimbshme e jetës së saj nuk do të ishte dita kur humbi bashkëshortin, por dita kur fëmijët që kishte rritur me ash mund do t'i mbyllnin derën e shtëpisë në fytyrë. Për 40 vite ajo kishte jetuar vetëm për ta. Kishte sakrifikuar ëndrat, shëndetin dhe rininë e saj, vetëm që ata të mos u mungonte asgjë. Por sapo babai i tyre u nda nga jeta, gjithçka ndryshoi. Dashuria u zëvendësua nga lakmia, respekti nga ftohtësia dhe familja nga interesi. Një mëngjes, me një valixhe të vogël në dorë, Luana u detyrua të largohej nga shtëpia që e kishte ndërtuar tull pas tulle me bashkëshortin e saj. Asnjëri prej fëmijëve nuk e ndaloi. Askush nuk i tha, mami mos ik. Por ata nuk dinin një gjë. Pak javë para se të ndëronte jetë, bashkëshorti i Luanës kishte lënë një testament të vulosur tek avokati i familjes, me urdhër që të hapej vetëm pasi të ndodhte diçka e caktuar. Kur ai moment erdhi dhe zarfi u hap, në dhomë ra një heshtje e rëndë. Ajo që ishte shkruar në ato faqe nuk do të ndryshonte vetëm fatin e pasurisë së familjes, por do t'i detyronte fëmijët të përballeshin me gabimin më të madh të jetës së tyre. Çfarë kishte parashikuar babai? Si e kuptoi ai se çfarë do të ndodhte pas vdekjes së tij? Dhe a do të ishte tepër vonë për pendim? Kjo është historia e një nëne që humbi gjithçka derisa drejtësia erdhi nga vendi më i papritur. Luana ishte vetëm 26 vjeçe kur u martua me Adriani. Nuk kishin para, nuk kishin prona dhe as mbështetje nga askush. Kishin vetëm njëri tjetrin dhe një premtim të thjeshtë, të ndërtonin një familje të ndershme ku fëmijët e tyre të mos përjetonin vështirësitë që ata kishin kaluar. Adriani punonte si mekanik në një punishte të vogël, ndërsa Luana çepte rroba në shtëpi dhe pastronte shkallët e pallateve për të siguruar disa të ardhura shtesë. Ditët ishin të gjata, por asnjëri nuk ankohej. Çdo monedhë që kursenin e fusnin në një kavanoz qelçi, duke ndëruar ditën kur do të ndërtonin shtëpinë e tyre. Pas 7 vitesh sakrificash, ëndra u bë realitet. Në një truall të vogël ngritën një shtëpi dykatëshe. Nuk ishte luksoze, por çdo tull mbante gjurmët e djersës dhe mundit të tyre. Adriani punonte edhe pas orarit për ta përfunduar sa më shpejt, ndërsa Luana përgatiste ushqim për punëtorët dhe pastronte çdo cep të shtëpisë sapo mbaronte puna. Pak më vonë erdhën në jetë 3 fëmijët e tyre, Danieli, Elena dhe Noeli. Luana jetonte vetëm për ta. Ajo zgjohej çdo ditë para orës 5 të mëngjesit për të përgatitur mëngjesin, për të sistemuar shtëpinë dhe për t'i dërguar fëmijët në shkollë. Më pas nisej për në punë, kthehej në drek për të gatuar dhe deri natën vonë çepte rroba për klientët. Shpesh binte në shtrate raskapitur, por buzëqeshja e fëmijëve i fshinte çdo lodhje. Kur Danieli fitoi të drejtën për të studiuar në universitet, familja nuk kishte para për tarifa. Pa i treguar askujt, Luana shiti unazën e artë që kishte marrë dhurat në ditën e dasmës. Ishte kujtimi më i çmuar i jetës së saj, por nuk hezitoi as një sekond. Arsimi yt vlen më shumë se çdo bijuteri, i tha djalit duke fshehur lotët. Disa vite më vonë, Elena ëndërronte të hapte një sallon bukurie. Banka nuk pranonte t'i jepte kredi. Adriani vendosi hipotekën e shtëpisë si garanci, ndërsa Luana e mbështeti pa asnjë dyshim. Fëmijët janë arsyeja pse kemi punuar gjithë jetën, thoshte ajo. Noeli, djali më i vogël, duke i më i lidhur me prindërit. Pas martesës kërkoi të jetonte përkohësisht në katin e parë të shtëpisë. Vetëm për një vit derisa të kursejmë për banesën tonë, premtoi ai. Luana dhe Adriani e pranuan me kënaqësi. Madje i ndihmuan të mobilonin dhomat dhe nuk pranuan asnjë qira. Por ai një vit u kthye në disa vite. Dalë ngadalë atmosfera në shtëpi filloi të ndryshonte. Nusja e Noelit nisi të merrte vendime për gjithçka. Mobiljet u ndërruan pa pyetur prindërit. Fotografitë e vjetra familjare u hoqën nga muret sepse, sipas saj, e bënin shtëpinë të dukej e vjetër. Edhe dhoma ku Luana dhe Adriani kishin fjetur për më shumë se 30 vjet ju kërkua ta lironin, me arsyetimin se çifti i ri kishte nevojë për më shumë hapësirë. Luana nuk tha asnjë fjalë. Ajo buzëqeshi me dhimbje dhe i tha bashkëshortit: "Nuk ka rëndësi ku flem ne. Mjafton që fëmijët të jenë mirë." Adriani nuk u përgjigj menjëherë. Ai hodhi një vështrim të gjatë drejt fotografive që po hiqeshin nga muri dhe për herë të parë ndjeu se diçka nuk po shkonte siç duhej. Ajo ndjenjë do ta shqetësonte çdo ditë e më shumë dhe shumë shpejt do ta shtynte të merrte një vendim në fshehtësi, pa i treguar askujt as Luanës. Zhvillimi. Kaluan edhe 2 vite të tjera. Adriani nuk ishte më ai burri energjik që punonte nga mëngjesi deri në mbrëmje. Mosha dhe problemet me zemrën e kishin dobësuar. Mjekët i kishin këshilluar të shmangte stresin, por kjo ishte e pamundur.
Ai e shikonte çdo ditë se si shtëpia që kishte ndërtuar me duart e tij po ndryshonte. Nuk ishte më ajo shtëpi plot të qeshura ku fëmijët vraponin në korridor. Tani mbizotëronin debatet përpara, pronë dhe dokumente. Një mbrëmje, ndërsa po pinte çaj me Luanën në balkon, ai e pyeti me një zë të ulët. Luana, nëse një ditë unë nuk do të jem më, a mendon se fëmijët do të kujdesen për ty? Luana buzëqeshi. Janë fëmijët tanë, Adrian. Si mund të mos kujdesen? I kemi rritur me dashuri. Por Adriani nuk buzëqeshi. Ai kishte filluar të shihte gjëra që Luana nuk donte t'i pranonte. Pak ditë më vonë, Danieli i kërkoi babait të firmoste disa dokumente. Janë vetëm disa letra për pronën. Na e bën më të lehtë në të ardhmen. Adriani i mori në dorë, por nuk firmosi. Do t'i lexoj fillimisht. Në fytyrën e Danielit u duk menjëherë pa kënaqësia. Nuk ke besim tek ne? Kam besim, por dokumentet firmosen vetëm pasi lexohen. Që nga ajo ditë marrëdhëniet u ftohen. Telefonatat u bën më të rralla. Vizitat pothuajse u zhdukën. Kur fëmijët vinin në shtëpi, bisedonin më shumë për truallin, katet dhe trashëgimin se sa për shëndetin e prindërve. Luana vazhdonte të gjente justifikime. Janë të zënë me punë. Kanë hallet e tyre. Nuk janë njerëz të këqij. Por Adriani nuk ishte më aq optimist. Një mëngjes ai u ngrit herët dhe doli pa i thënë askujt se ku po shkonte. U kthye pas disa orësh me një zarf ngjyrë kafe, të cilin e vendosi në kasafortën e vogël të dhomës. Kur Luana e pyeti se çfarë ishte, ai buzëqeshi lehtë. Janë disa dokumente që do të duhen në kohën e duhur. Luana nuk insistoi më tej. Ajo nuk e dinte se Adriani kishte kaluar pothuajse gjithë paraditen në zyrën e një avokati. Aty kishte përgatitur testamentin. Por ai testament nuk fliste vetëm për pasurinë. Ai përmbante edhe një letër të gjatë të shkruar me dorën e tij, ku kishte rrëfyer çdo sakrificë që Luana kishte bërë për familjen. Kishte përshkruar netët kur ajo rinte pa ngrënë që fëmijët të kishin ushqim, ditën kur shiti unazën e martesës për Universitetin e Danielit dhe momentin kur vendosën shtëpinë peng për ëndrrën e Elenës. Në fund të letrës kishte shkruar: Nëse një ditë fëmijët tan harrojnë se kush i ngriti në këmbë, atëherë kjo letër do t'u kujtojë se pasuria më e madhe nuk është kjo shtëpi, por nëna e tyre. As avokati nuk i mbajti dot lotët kur e lexoi. Disa javë më vonë ndodhi tragjedia. Adriani pësoi një infarkt të rënd. Luana i qëndroi pranë në spital ditë e natë. Fëmijët erdhën, por rrallë qëndronin gjatë. Secili kishte justifikimet e veta. Njëri duhet të kthehej në punë. Tjetra kishte një takim. Tjetri kishte fëmijët për të marrë nga shkolla. Një mbrëmje, Adriani kërkoi të mbetej vetëm me Luanën. Ai ja shtrëngoi fort dorën. Më premto se, çfarëdo që të ndodh, nuk do ta humbësh kurrë dinjitetin tënd. Luana shpërtheu në lot. Mos fol kështu. Do të kthehemi në shtëpi si gjithmonë. Adriani e pa gjatë në sy. Sikur donte t'i tregonte gjithçka. Por nuk tha asnjë fjalë tjetër. Pak minuta më vonë, zemra e tij pushoi së rrahuri. Në funeral, lotët nuk munguan. Por ndërsa Luana çante humbjen e njeriut me të cilin kishte kaluar gjithë jetën, disa biseda të ulta mes fëmijëve kishin nisur tashmë. Duhet të vendosim çfarë do bëhet me shtëpinë. Nuk mund të mbetet kështu për gjithmonë. Duhet të sistemohen dokumentet sa më shpejt. Luana i dëgjoi këto fjalë. Për herë të parë në jetën e saj, ndjeu një dhimbje që ishte edhe më e madhe se humbja e bashkëshortit. Ajo nuk e dinte se kjo ishte vetëm fillimi, dhe se shumë shpejt, njerëzit për të cilët kishte sakrifikuar gjithçka do ta detyronin të largohej nga shtëpia që kishte ndërtuar me duart e saj. Kaluan vetëm 3 muaj nga varrimi i Adrianit. Në fillim gjithçka dukej normale. Danieli dhe Elena vinin her pas here, ndërsa Noeli dhe bashkëshortja e tij vazhdonin të jetonin në katin e parë. Por dalë ngadalë, sjellja e tyre ndryshoi. Një mbrëmje, të 3 fëmijët i kërkuan Luanës të ulej në tavolinë. Mami, duhet të flasim për të ardhmen, tha Danieli. Luana buzëqeshi. Patjetër, çfarë ka ndodhur? Elena nxori disa dokumente nga çanta. Kemi menduar se është më mirë të shesim shtëpinë. Parat do t'i ndajmë dhe secili do të vazhdojë jetën e vet. Luana mbeti pa fjalë. Po unë? Ku do të jetoj? Në dhomë ra heshtje. Më në fund foli Noeli. Mund të gjesh një apartament të vogël ose një qendër për të moshuar. Do të jetë më e lehtë edhe për ty. Këto fjalë e goditën Luanën si thik në zemër. Ajo shikoi një nga një fytyrat e fëmijëve që kishte rritur me aq mund. Nuk po njihte më asnjërin. Pa bërtitur, pa u grindur, u ngrit në këmbë. Shkoi në dhomën e saj, mori një valixhe të vogël, futi disa rroba, albumin e vjetër të familjes dhe fotografinë e Adrianit. Kur zbriti shkallët, askush nuk e ndaloi. Ajo doli nga dera me lot në sy, por me kokën larg.
Të nesërmen në mëngjes, avokati i familjes telefonoi të 3 fëmijët. Ju lutem, paraqituni në zyrën time në orën 11:00. Ka ardhur momenti të lexohet testamenti i të ndjerit Adrian. Të 3 menduan se do të ndanin pronën. Kur hyn në zyrë, u habitën kur pan edhe Luanën ulur në një karrige. Avokati hapi zarfin e vulosur. Ky testament është hartuar disa muaj para ndarjes nga jeta të zotit Adrian. Ai filloi të lexonte. Në testament shkruaj se shtëpia, trualli dhe çdo pasuri tjetër i kalonin ekskluzivisht Luanës. Por nuk ishte kjo pjesa që tronditi të gjithë. Avokati nxori një letër të shkruar me dorë. Ishte letra e Adrianit. Me zë të ngadalt ai filloi ta lexonte. Fëmijët e mi, nëse po e dëgjoni këtë letër, do të thotë se unë nuk jam më. Ju lash pasurinë më të madhe që mundat ju lë, një nën që ju deshi pa kushte. Nëse e keni respektuar dhe e keni mbrojtur, atëherë meritoni çdo gjë që kam ndërtuar. Por nëse e keni lënduar, e keni poshtëruar ose e keni dëbuar nga shtëpia jon, atëherë nuk meritoni asnjë tull të kësaj shtëpie. Në dhomë nuk dëgjohej asnjë zë. Pastaj avokati lexoi rreshtin e fundit. Shtëpia nuk mund të shitet pa pëlqimin me shkrim të Luanës. Kushdo që përpiqet ta detyrojë ose ta largojë prej saj, përjashtohet nga çdo përfitim që kam lënë. Danieli uli kokën. Elena shpërtheu në lot. Noeli nuk arrinte ta shikonte nënën në sy. Ata e kuptuan se babai kishte parë shumë më tepër se sa kishin menduar. Pas disa minutash heshtjeje, Luana u ngrit. Ajo nuk kërkoi hakmarrje. Nuk i poshtëroi. Vetëm tha me qetësi. Babai juaj nuk ju la këtë testament për t'ju ndëshkuar. Ju la që të kuptonit se një shtëpi mund të ndërtohet me tulla, por një familje ndërtohet me dashuri dhe respekt. Ju humbët jo pasurinë, por besimin tim. Ajo mori fotografinë e Adrianit dhe u largua. Kaluan muaj. Fëmijët u përpoqën shumë herë të kërkonin falje. Luana i fali si nën, por plagët që lëmosmirënjohja nuk shërohen kur plotësisht. Ajo vendosi të mos e shiste shtëpinë. Përkundrazi, hapi një fondacion të vogël në emrin e Adrianit për të ndihmuar të moshuarit që ishin braktisur nga familjet e tyre. Çdo javë, dera e asaj shtëpie hapej për njerëz që kishin nevojë për një vakt të ngrohtë, një bisedë ose thjesht për dikë që t'i dëgjonte. Luana kishte humbur shumë, por në fund kishte fituar diçka më të madhe, dinjitetin, dhe kishte përmbushur amanetin e burrit që e kishte dashur gjithë jetën. Fund.